Familja Beka ka bërë të ditur lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të Armina Zyber Bekës, bashkëshorte e Hidhziut djali Sulejman Bekës. India e ka ndëruar jetë pas një sëmundje të rëmë në Gjermani, ku edhe jetonte me familjen e saj. Armina Beka, e cila ndëroi jetë në Mos të Re, ka lënë pas një dhimbje të thellë jo vetëm për familjarët e saj të ngushtë, por edhe për gjithë komunitetin që ka njohur. Pas vdekjes, ajo la një djalë të vogël, vetëm 2 vjeç e gjysmë, shkruan portali Mërgata. Sipas njoftimit të familjes, varrimi të ndjerës nuk përputhje me amanetin e saj, duhet të bëhet të njëjtën më 8 maj në qytetin e Jesenik në Gjermani, në varrezat myslimane të këtij qyteti. Familja Beka njofton gjithashtu si për të gjithë ata që dëshirojnë të shprehin ngushëllimet, dyert për pamje do të jenë të hapura të stonër dhe të dielën në fshatin Qiç të Madh. Të Allahu ti jemi dhe tek ai do të kthehemi, është mesazhi që shoqëron këtë humbje të madhe për familjen Beka. Digitan fërmitë të ndjerës.